Ditën e djeshme një rast skandaloz u raportua në Bashkinë Mat, ku unaza e qytetit e inauguruar 6 muaj më parë, pësoi shembje në 4 vende të ndryshme duke pamundsuar qarkullimin në këtë aks rrugor dhe duke vënë në rrezik jetën e drejtuesve të automjeteve. Ky projekt infrastrukturor i financuar nga Bashkia Mat u ndërtua nga kompania Ulza SHPK e Ndue Shpanit. Pas shembjes, një video e këtij të fundit, teksa shfaqet me nipin e tij, Eldorin Shpanin, administratorin e Bashkisë Mat, është bërë virale në rrjetet sociale. Eldorin Shpani shpreh konsideratën e tij për kryebashkiakun e Matit, Asokoe Agron Malaj, i cili sot është deputet i PS. Shpani thotë se për 100 vite të ardhshme nuk do të ketë kryebashkiak si Malaj, duke pretenduar se projektet gjatë drejtimit të tij do të jenë të papërsëritshme edhe në të ardhmen. Shembulli i Agronit si kryetar bashkie do të përsëritet pas 100 vitesh. Nuk do të ketë më kryetar si ai, shprehet Eldorin Shpani në video të publikuar nga rrjetet sociale. Kjo deklaratë u mbështet edhe nga i afërmi i tij, ndërtuesi Ndue Shpani, i cili u shpreh: Agron, siç thotë Eldorini, pas ndërtimit të rrugës që u shem për 6 muaj, u përdor një fond prej 1.3 milion eurosh nga buxheti i shtetit.